Bravo. Atëherë mirë se erdhët dhe sot. Data e sotme, juve që keni bërë Klara, Po, kemi bërë artën, na nxjerr datën, na nxjerr numrin 22. Numri 22 do të thotë liri. Dhe është ura e lidhjes nga me qiellin dhe me tokën. Do të thënë hyjnorja me tokësorin. Do të thënë është një ditë shumë e rëndësishme për lirimin e travmave dhe ndaj zgjodha, do të thënë të punoj me fëmijën e brendshëm. po sot jemi 25. 25, 2 dhe 5, 25 7, shtatë. edhe Po, 6 sa bëjnë, nuk 13, e edhe di 9 unë që këtë. kom viti, e po E të mbledh komplet Meri. bravo. Ue, unë se kam Dhe mësuar në këtë qoftë se pjesë. doni, bravo, e po ti nuk e ke bërë trajnimin. Është e Në qoftë se harta. i shikojmë një nga një, atëre shtata duhet të vejmë Atëherë qëllime. mbledhim 2 plus 5 Po, se deri më 22 janë ato energjit. energjit. E Shtata muaj, duhet të shkruajmë çdo gjë sot që duam të bëjmë. E gjashta ka të bëjë me energjinë marrëdhënie, marrë dhe jap. Që marrë dhe jap jam në një marrëdhënie burrë grua, marrë dhe jap jam me veten time gjinia femërore dhe maskullore, dhe nënta oloklirës si mbyllja e një karme, mbyllja edhe një ciklu, një rrethi, si mund ta thuash, se më dalin fjalët tek pikël, po. tek. Do të thënë, edhe një nga një si kur t'i zejnë dhe në mënyra të veçanta, ka të bëj, do të thënë, është energjia e ditës, do të thënë, unë i bëj gjithmonë dhe për veten time dhe për ato. Sot do thash, do bëjmë një ushtrim për fëmijën tonë të brendshëm, sepse në një video nuk e tja e patë, këto ditë gjithmonë unë flas me përvojën time dhe ato që bëj ja u jap, do më thënë, edhe dua t'ju them këtu që unë, si gjithmonë që kam thënë, punojmë për dita me veten, për dita dhe sot ushtrimet të tjera kam bërë, dhe unë njerëzit që takojnë me mua, për shembull, unë kam arritur në një nivel këtu. Njerëzit që janë këtu mund t'i sill edhe këtu. Nuk mund t'i shpjej këta njerëzit që janë këtu, kur janë vetë këtu, t'i shpjem këtu lart. Do më thënë, ta dini. Dhe këtë nuk e kam premtuar asnjëherë dhe nuk dua që të dalë për shembull gënjeshtar ose të them që unë nuk mund t'ju them dhe nuk mund të bëj një gjë që nuk e kam bërë. Të gjitha këto që flas, të gjitha këto terapitë që bëjmë dhe në individ dhe në personale janë gjërat që i kam punuar, i kam liruar. Shumë mirë dua t'ju them që shkelim prap në ndërgjegja provokohemi të shkojmë brapa, që provokohemi kemi lënë vërtet apo ka diçka tjetër për të parë. Pse ja u them këto? Ja u them që kur ta kapni veten Klara, ndonjëherë që thua, unë e kam bërë këtë, pse më doli prap? Ajo që të doli është provokimi i universit, që ati je me rrenjë të forta, apo rrenjët janë të dobta dhe ajo pema Të jote merera. fundet, e merrera. Dhe në qoftë se e merrera, prapë është okej, do t'i thuash që unë jam këtu për ty, të shikoj, sepse vjen diçka që ne duhet ta shikojmë përsëri. Pse fëmia e brendshme ka shumë rëndësi? Edhe thashë, edhe unë kam punuar shumë me fëmijën e brendshme dhe vërtet kam qarë shumë, por ja që edhe një ditë prej ditësh prap diçka tjetër u krijua dhe pash veten time prap e vogël, që të gjithë kishin, më ka ngelur në mendje ajo fotografia, që të gjithë kishin nga një fëmijë përpara, në familjen time ishte dajua, ishte gjyshi, mamaja, babi s'ka qenë, disa të tjerë, të tërë kishin nga një fëmijë përpara si mbrojtje, kurse unë ju kisha dalë e tepërt, kisha vetëm një mollë dhe isha mbledhur kështu. Ajo pjesë e fotografisë më ka ngelur në mendje dhe kam ndjerë e vetmuar. Dhe atë ditë që punova me veten diçka tjetër, nuk më mend çfarë punova, dhe më doli prap kjo figurë dhe nuk pranonte fëmia e vogël që të vinte ta bashkonja. Do të thënë, u mundova shumë. Pse ja u them prap këtë? Për erë kur ndodh diçka dhe kur ziremi me burrat, me partnerët, me shokët, me shoqet,
me këdo atje jashtë, mos shikoni që ta vini vete në bela dhe ta kritikoni, që çfarë bëj unë, jam 50 vjet, jam 60 vjet, jam kaq e madhe, jam kaq e zgjuar, pse po e bëj këtë? Për dua ta pranoni, sepse nuk ziret fëmia, nuk ziret ajo mosha që je ti në atë Por kohë. është ai fëmia i mbartur, ai i Është dikurshmi. fëmia e vogël që nuk është shëruar. Prandaj do jepni shumë rëndësi tek fëmia i brendshëm. Dhe sa herë që punojmë, prap në ka diçka ne duhet vëmë ta shikojmë dhe ta dëgjojmë. Është një nga terapitë shumë kryesore që duhet ta vëmë re. Këtë ja u them që të mësoni të punoni dhe vetë, që të mos jeni të varur nga mua, dhe në kushdo për shumë dhe në privat dhe në ato, të mos jetë ose në grupet të i punojnë. Sot jam këtu të dëgjoj juve, pavarësisht do bëjmë ushtrimin e fëmijës së brendshëm, duhet t'ju dëgjoj juve në këto momente të jetës tuaj, çfarë ndjenja dhe emocione juve ju pengojnë, ose ju kanë dalë, ose ju, më falni, ju del mosbesimi, ndjeni të refuzuara, ndjeni të manipuluara, të tradhtuara, çfarë ndjeni vërtet, që në bazë të këtyre, po të doni shkruajni, në qoftë se s'doni t'i flisni, t'ju lexoj këtu në chat, në bazë të kësaj të bëjmë atë fëmijën tonë të brendshme dhe t'i lirojmë sot. Kam ndezur dhe një qiri dhe e taksa, do më thënë, për sot, shikoni sa e bukur është edhe me këto lulet, nuk e di sa duket, për fëmijën e brendshëm, për lirim, për shpirtin tonë, dhe erdhi koha për mua që të flasim lirisht, sepse të gjithë pa përjashtim, dhe këto ditja kam filluar, po më kërkojnë këtu në Greqi, kam thënë dhe në video, kemi krijuar një grup mendje, trupe dhe shpirt me 3 femra, do të thënë unë jam ajo nismëtarja, po do jemi të gjitha bashkë, kam dhe një tjetër shoqe që është në coaching, që do merret me prap me mendimet, pse i mendojmë gjërat kështu, njëra është ka të bëjë me masazhin terapik, ajo mund të punoj vetëm nga afër me muskujt, sepse të gjitha emocionet e bllokuara mbahen në trup. Në qoftë se do më thuash çfarë të them, do të them çfarë fshihet nga mbrapa asaj. Do të thënë trupi është ai që mban energjinë e bllokuar dhe ndaj thash e mora këtë iniciativë që të bëjmë këtë bashkimin 3 femra bashkë, Treshi, Klara, ti që e ke bërë artën, do të thotë është energjia femërore, që dua të bashkohemi të tëra gratë, po jo vetëm në Shqipëri, se thash në udhëtimin e fundit që kam bërë, mu tha që nuk jam vetëm për në Shqipëri dhe për në Greqi, po për të gjitha gratë e rruzit toksor, ose kudo që janë gratë, kudo që janë, dhe ju thash dhe vajzave që do bashkëpunojmë, që jemi gati në të vejmë në çdo fshat të Shqipërisë, ku të na kërkohet, të vejmë në çdo vend të botës që janë shqiptarët, edhe grek, ata që dinë greqisht, shqip, dhe pse jo dhe anglisht. Unë vetë nuk di anglisht, unë di të bëj mirë terapit për shumë në sistem përfaqësik, atje nuk duhet gjuhë, i çfarë, është vetëm veprimi, nuk duhen shumë fjalë, po me i tha të prap ka zgjidhje, se vajzat e tjera din anglisht, unë bëra 2-3 herë që të mësoj, do të thënë di nga të tëra gjuhët nga pak, po nuk kam arritur shumë të mbaj, sepse mësoj kur jam në një vend. Me i tha të tëra janë okay, dhe do bëjnë gjërat të tjera më të bukura, por puna është që të bashkohemi dhe femrat të tjera, se të rruzli toksor është në këtë fazë dhe zhvillimi dhe shërimi do vi nga gratë. Do ta dëgjoni shumë herë këtë gjë. Femra lindi, femra do zhvilloje dhe do bëj gjithçka. Dhe ju jo thjesht jeni këto femrat e para, prandaj dhe keni ato vështirësi të gjerë të shkëputemi nga ato zinxhirët. Dhe për ditën, në qoftë se doni që ta bëni atë ushtrimin e paraardhësve, t'ju thoni mjap deri këtu,
Kjo është zgjidhja, të kam kuptuar. Mjaft deri këtu. Atë që ju dhash radhën e E parë. bëm këtë javës që shkoj. Jo, do ta bësh edhe vetë, 100 herë në ditë, po të erdhi në mendje diçka shkëputja. Je një diçka tjetër, E ju kam dua, bërë, ju falenderoj. e kam bërë dhe unë e kam bërë në Akoma, momente gjatë ditës. bravo. Akoma dhe mjaft deri këtu të Kjo është kjo, grave Merita. të rruzit të kësor. Urdhro? Kjo është kjo shkëputja. E kemi bërë dhe bashkë. Shkëputjen do ta bëjmë dhe sot në meditim. Shkëputjen nga paraarsit, nga nena, nga babai, sepse atë që të thash dhe ty kur bëm atë privaten. Madra 66 te libri i frikave do t'ju ndihmoj shumë për shkëputjen nga trungu familjar dhe paraarsit që të dilni nga keqardhja dhe fajet. Keqardhja dhe fajet na kthejnë prap mbrapsh, sepse ne kemi atë lidhjen. Asnjë prind nuk do që fëmia të vuaj. Dhe ne do t'i shëroj, ne nuk jemi dhimbja, ne jemi shërimi. Ne jemi shërimi. Ne do shërojmë dhe ato dhe njerëzit që do na vinë nga prapa. Unë që jam bërë dhe gjyshe, fëmijët tim, fëmijët e fëmijëve dhe më mbrapa. Juve si Klara që është beqare, do më thënë, duhet t'i lesh ato. Përkushtimi edhe hierarkia janë të domosdoshme t'i beni, po jo t'i bardha që i bërë edhe ta lesh, sepse ato Në përkushtimi. Përkushtimi dhe ato, jo ta lesh. Sa herë që të vjen diçka, thuaj, tani ku po përkushtohem? Veprimi im është ky, apo po bëj diçka që ka bërë mamaja gjyshja ime? Hierarkia janë në vendin tim. Jo e harrova. Jo, e kam parasysh, e bëj Është shpesh. shumë i rëndësishme. Më dalin në çaste të ndryshme gjëra të cilat jam e detyruar ta kujtoj. Pra, ajo është rëmeti që duhet të ta bëj çdo femër, çdo mashkull në përgjithësi, dhe që atje fillon pastrimi, por në kohën e tij kur të duan. Tani, Klara me që më theja të radhë për në grup, po e mendoj mos bëjmë diçka në grup për përkushtimin dhe këtë në një farë mënyre, kush do jetë interesuar, që të jetë dhe një çmim më i mirë, po nuk është koha akoma. Po për mua duhet ta bëj në të gjithë, ose nga afër kur të vi në Tiranë, në grupe që do bëjmë, nuk e di çfarë do bëhet. Ndaloni të bëni një me paraarsit të zgjidhja. I falenderojmë, sepse vërtet kam bërë shumë sakrifica, por nuk qëndrojmë atje në rolin e viktimës. Është e vështirë të ka përzesh atë kanal, por kjo është zgjidhja. Edhe tek mua do rrini për herë tek zgjidhja. Nuk dua për shumë që të mbaj me njerëzit e varur. Dhe atë keni ju në dorë, unë ju jap ushtrimet, ju jap atë rrenja ku të shrohet, por ju do bëni atë hapin kuantik. Kërcimin kuantik do ta bëni vetë. Unë nuk mund ta bëj për ju. Edhe nuk dua të jem gënjeshtare, edhe nuk dua që të rjep njerëzit. Ai kërcimi është individual, varet nga aftësia e gjithsecilit, Merita, unë kështu e di. Po, është ajo, pramt, mjaft. Po them, unë pardje që ja futa pasaj me të qarë, do më thënë, e pas veten, që jo vetëm për vetëm, mirë jam terapiste, kam qenë shumë herë terapiste, sepse vajten në një vend që për terapinë, më të shumta të jetës që kam ardhur këtu në tokë, kam qenë terapiste, ndaj që kini dhe këtë zhvillimin dhe që bëni ndryshimin, transformimin, është aftësia, por unë duhet të ndaloj të ndjej dhimbjen e njerëzve. Do të thënë, mund të jetë një grua që se njoh në Amerikë dhe unë të ndjej atë, do të thënë, a shkëputja. Dhe të jem vetëm në dritën time, sepse gjithë njerëzit prapë të kthej të arta, është shumë e rëndësishme arta, vajza. Edhe ta keni të bërë për veten, edhe ta lexoni, jo vetëm ta keni, është shumë e rëndësishme. Kushtojini vëmendje. Nertila e ka bërë, Bardha e ka bërë, Intimia e ka bërë, Ana këtu e ka bërë, do tha Aurora. Të tëra i keni bërë, jo të rrini vetëm atje. Lexojeni her pas here, të shikoni kush jeni në të vërtetë.
dhe çfarë duhet të bëni. Ato pikat e dobta t'i bëni të forta. E di që nuk mund t'i bëni të gjitha për njerëzve. Edhe unë një nga një i bëj dhe dalin të tjera. Po është shumë e rëndësishme t'i kujtoni vetes kush jeni. Unë këtu jam t'ju zgjoj, t'ju them kush jeni në të vërtetë, duke i thënë vetes time në radhë të parë. Ky është zhvillimi personal. Ushtrimet do t'i bëni vetë dhe keni shumë, akoma dhe librat për çfarë mund t'ju them, do të thënë, dhe mbrëmë kisha një rast tjetër. Këthejem natën nga ora 2 dhe u ktheva dhe isha vetëm. Në një këtu afër shtëpisë time një qen thash se më doli nga shumë i madh, më doli dhe do më ante. Se bën nga ta dobermanët, nuk e di unë si quajnë në shqip. Dhe era e parë që mu mpi tër trupi komplet, thash tani, isha me taka. Nuk mund të vraponja dhe nuk mund të thërisja senator të tërflinin. Thash tani më engri. Dhe ajo ishte epizod, mbijetoj, do thënë trupi yri në mbijetesë. Kur mpije tër trupi është mbijetesë, travma. Dhe kam punuar 3 orë natë që lirova travmën. Po çfarë më nxorri ama? Më nxorri frikën që nuk do të thënë frikën agnos, frikën që nuk e di çfarë do ndodhi. Pse nuk largohemi? Të panjohur. Pse nuk largohemi nga një vend dhe rrim në rolin e viktimës e kthehemi përsëri? Se është shumë kyçe kjo pjesa. Sepse ne atë e njohim, ndaj kthehemi prapë tek dhimbja, ndaj gratë të kthehemi prapë tek burrat që i tradhtojnë, i rrajnë, i bëjnë dhe rrinë atje, sepse kanë frikë të ikin se nuk e dinë çfarë do t'ju ndodhi. Kanë frikë se s'mund të gjej një burr tjetër, kanë frikën e panjohura që mund të vejë më keq akoma, kanë frikë shumë gjëra të tjera. Dhe Klara, u çove se s'të pëlqeu, i ktheve kurrizin. Jo, kam një kështu, më erdhi një nga këto insektet, dhe çpati që më erdhi te syze dhe u ngrita ta vrisja pastaj. Se bëm